Është zhbllokuar tubi kryesor i kanalizimit në pjesën e epërme të fshatit Nikadin, që kishte 7 vjet me radhë që po u shkaktonte telashe banorëve që nuk po mund t'i hapnin as dritaret. Punët kanë nisur të hënën dhe janë ndërprerë përkohësisht pas hapjes së kanaleve në pjesën e epërme të rrugës. Televizioni Tema kishte raportuar me 27 shkurt për problemet me të cilat po përballeshin këta banorë, derisa drejtori i shërbimeve publike Alberton Sahiti kishte bërë të ditur se punët do të nisnin të hënën. Ai sot ka thënë se ndërhyrja është bërë në mënyrë profesionale dhe se nuk do të ketë telashe të tjera. Te puna e kanalizimit fekal aty do të është bëni ndërhyrje profesionale dhe nuk ka nevojë për ndërhyrje tjera. Sa përket kësaj atmosferike është tani projekti, është iniciuar një projekt i ri që do të bëhet me ndërhyrje të mirë. Ne do ta bëjmë përkohësisht atmosferike derisa të fillojmë me projektin e ri, kurse te ky fekali veç ka përfunduar gjithçka. Sahiti ka premtuar se punimet do të nisin së shpejti edhe në pjesën tjetër të Nikadinit, ku kanalizimi gjithashtu ka vërshuar fushat dhe arat, duke ndotur edhe rrjedhë natyrore të ujit. Banorët e lagjës Qarkaxhiu janë ankuar javën e kaluar se pas kundërmimit, ujrat e zeza kanë dëmtuar edhe kullosat dhe arat e punuara. Komuna ende nuk ka ndonjë plan për t'ju bërë zgjidhje, pasi livadët nuk janë kulluar edhe pas ndërhyrjes së kësaj jave. Po tashti nuk e di sa do të mund të kryejmë na punë aty nëse him do të me punuan, mund na vesh me shkaktu probleme të tjera, po do të shihet mundësia në terren do të thonë se çka mund na me bëu motorës sipas tyre dhe sipas gjendjes aktuale që në terren nuk duket shumë mirë. Kryetari i zonës së dytë të qytetit dhe Nikadinit, Naser Isaki, ka thënë nëpërmjet telefonit se shpreson se së shpejti do të nisin punimet edhe në pjesën tjetër afër shtëpisë së Shaban Beqirit, i cili kishte kërcënuar publikisht edhe me bllokim të rrugës nëse nuk hapet edhe tubi i kanalizimit që po vërshon tokën e tij.